Përshëndetje, shikues të nderuar, po ndiqni edicionin informativ në ATV. Prokuroria themelore në Prizren ka dhënë detaje të reja lidhur me rastin e rënd të ndodhur gjatë orëve të para të së mërkurës, ku një grua dyshohet se është vrarë nga bashkëshorti i saj. Rasti ka ndodhur rreth orës 1:30 pas mesnate në një banesë në Prizren. Pas marrjes së informatës, në vendin e ngjarjes ka dalë prokurori kujdestar i Departamentit për krime të rënda së bashku me njësitet relevante të Policisë e Kosovës, ekipet të krim teknikës dhe zyrtarët të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Bazuar në të dhënat fillestare të hetimit, BD dyshohet se ka privuar nga jeta gruan e tij duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Prokuroria e ka cilësuar rastin si vrasje e rënd të ndodhur brenda familjes. Me urdhër të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërkohë i dyshuari BD është ndaluar për 48 orë, teksa prokuroria ka bërë të ditur se brenda afatit ligjor do të paraqes kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, po vazhdon hetimet për zbardhur motivin dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarje tragjike. Ushtruesja e detyrës së